6 selam aleikum, aleikum salam, një shpjegim të vogël kush janë sunetet dhe shiitet. Allah shpëlbej. Nuk mund të jep shpjegim i vogël këtij problemi kaq të madh, dalja e muslimanëve në ahli sunnet që janë shumica dërmuese dhe shiitet. Pra shiitet janë një fraksion që janë ndarë nga ummeti islam, andaj kanë marrë emrin Shia. Shia do të thotë fraksion. Dhe shkaktari i këtij fraksioni ka qenë Abdullah ibn Saba, i cili ka qenë mujahid çifut, pastaj është shtetë është musliman. Dhe në fillim domthon kanë thirrë kundër Osmanit radhiyallahu anhu, që pastaj domthon të thrasin në përparësi se Aliu ka pas përparësi të bëhet halife pas pejgamberit sa më jo Abu Bekri, që pastaj një grup i tyre ta shëntojnë Aliun radhiyallahu anhu të bëjnë zot. Hasha. Sot për shembull pastaj është zhvilluar shiizmi dhe ka marrë format e veta, pastaj ka themeluar institucionin e xhumat imamave, se pas pejgamberit domthon e udhëheqin shtetin e tyre imamat, dhe ata domthon në mungesë të tyre nuk mund të udhëheqin shteti, dhe imami i xhumait Muhammed ibn Askeri ka hyrë në shpellë dhe më nuk ka dalë për shpellës, dhe ata presin se ka më ardhur kohën e fundit si Mehdiu domthon. Tek kështu kështu është. Dhe në mungesë të imamit nuk mund të zhvillohet shteti, po pastaj me ardhin e Khomeini do thotë edhe kur bën islamik revolucioni shiit në Iran, ai e ndroi këtë parim, domethënë dhe e shpiku një institucion të ri që e thuhet wilayet, domethënë pushteti i fakihut, që është pushtet pa përgatitur derisa të vjen pushteti i imamit. Por fatalisht tek shiit kjo është gabim dhe shpike dhe nuk pranohet normalisht, me po ata e kanë bërë këtë vetëm se për të bërë shtet. Dhe shiizmi është domethënë më tepër sekt raciste domethënë, e cila ka të bën me rasën persiane. Edhe në Konstitutën e Iranit bashkëkohor domethënë në nehet e para që ndodh atje se kryetari i shtetit të Iranit nuk mund të bëhet askush që nuk është persian, nuk është shiit. Domethënë nëse është arab shiit nuk mund të jetë kryetari i Iranit. Dhe nëse është domethënë persian sunit nuk mund të jetë domethënë nuk mund të jetë kryetari i Iranit. Edhe ka më besime të kohë imamët e tyre e din gajimin të fshehtën, dhe se ata mund të ndërhyjnë në urnat e Zotit dhe se ata mund të ndryshojnë gjithësinë kështu më. Ka këto elemente. Sidoqoftë, domethënë në shumë gjëra ata që pretendojnë se Kurani është i mangët dhe se prej Kuranit ka metë shumë pak nga ajo që është shpall, e kështu me radhë. Domethënë, andaj shumica e ulemat e ehli sunnet kanë thënë që ulemat e shiitëve nuk janë besimtarë. Por masa e gjërat janë ignorant, andaj ata nuk kanë të mosë, nuk bëhen tekfir, por domethënë tentohet të bëhet davet për ta në besimin e shëndoshtë e ehli sunnetit. Element tjetër që duhet të thuhet në këtë drejtim është se ata vazhdimisht mundohen ta eksportojnë thirrjen e tyre dhe kanë pas domethënë si një parim pas revolucionit shiit në Iran, që ta eksportojnë shiizmin dhe punojnë me të madhe nëpërmjet ambasadave të tyre dhe në bashkëpunim me shumë tarikate të dervishëve, sidomos me bektashit të shqiptarë, që të përhapin shiizmin nëpërmjet tyre. Edhe luftë të madhe bëjnë. E thotë që thjesht domon kanë arritur të ndikojnë në disa qarqe, për shembull, ose të ndikojnë në Prizren, shembull të disa numër, në Tetov të disa njerëz, në Shqipëri të disa njerëz, dhe ata mundohen vazhdimisht që të thrasin dhe fillimin e muhabetit të fillojnë me atë se qafirët janë armiqtë tonë dhe se na duhet të luftojmë kundër tyre pa marrë parasysh dallimet që kemi, mirë po me kalimin e kohës ata bëhen armiqtë e përbetuar të ehli sunnetit dhe bëhen më të afërt me jo besimtarët kundër ehli sunnetit, dhe ajo që ndodh tani në Irak është argument shumë i madh. Se ata e morën pushtetin në Irak dhe bëjnë kërdi, janë duke vrarë ulema të muslimanëve të ehli sunnetit sa mujnë dhe shkencëtar dhe normalisht çdo njeri që e shohin që ka pamje të njëri fetar dhe që është iftari i ehli sunnetit, ata e vrasin pa kurrë fjalë domethënë shkaku. Dhe kjo luftë domethënë tani gjithë kanë të qartë se është në dëm të muslimanëve të ehli sunnetit dhe është në dobi domethënë të qafirave përgjithësi.